Në njërën anë, ne nuk kemi garuar në zgjedhjet e 28 dhjetorit së lëvizjeve të vendosje me ndonjë emër të përveçëm që kemi thënë se do të jetë kandidati ynë. Pra lëvizjeve të vendosje nuk e ka një antar me libresë partije që synon të bëhet president. Por njësoj vlen edhe për dy partitë e tjera të mëdha tradicionale, PDK-n edhe LDK-n, që u konfirmua edhe nga takimi mbrëmshëm që kisha me kryetarin e PDK-s Bedri Hamzën edhe sot me kryetarin e LDK-s Lubin Abdixhikun. Pra, ne si parti politike nuk kemi pasur kandidat nga radhët tona. Andaj në vijim ose duhet ta gjejmë një emër të përveçëm që na garanton të jenë së paku 2/3 e deputetëve të tillë që qëndrojnë në sallë dhe votojnë duke përzgjedhur një emër të përveçëm në flet votim që e hedhin në kuti, më së largu me 4 mars, ose është tjetra që subjektet politike merren vesh me njëra tjetrën për rrugën përpara. Në vijim do të intensifikojmë bisedimet në mënyrë që ta kemi një zgjidhje për çështën e presidentit, për shkak se përgjithsisht përshtypja është që subjektet politike konsiderojnë që pas atyre 4 palë zgjedhjeve që i patëm, 2 lokale në 2 raunde dhe 2 parlamentare, nuk do duhet që edhe vitin 2026 gjysmën e parë të na marrin zgjedhjet e reja. Ne nuk kemi mbledhur në nënshkrime për askë, për shkak se edhe në rast se ne i mbledhim në nënshkrimet, po e theksoj edhe një herë, ne mund të mbërrim në rastin më të mirë teorik të numrit 66, i cili është aq larg numrit 80. Nuk e mbërrim dot. Prandaj kot ne mund të nxjerrim kandidat. Ndërkohë që dy subjekte tjera, ato thanë që ne nuk kemi as 30 për nënshkrime, sepse 30 është minimumi për ta pasur propozimin. Kurse ne këtë mund ta bëjmë kollaj. Ne në fakt mund t'i bëjmë edhe 2 kandidat. Mirë, po 66 që është shumë larg numrit 80. Prokurimi përgjithshëm është se janë vetëm 2 rrugë përpara. Para është që duhet ose konsenzus politik mes faktorëve të vendit, dhe ky konsenzus politik duhet ndërtohet në këtë 9 ditë të ardhshme, ose duhet një marrëveshje klasike politike. Pra marrëveshje klasike politike mes partive për çështjen e presidentit, dhe në të dyja rastet duhet së paku 2/3 e votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Mbetet të takohemi në ditët vijim për të parë njërin prej këtyre 2 mundësive që kemi përpara. Nuk përmendëm emrat, folëm për parime, folëm për shtylla potenciale të zgjedhjes së çështjes jetike të zgjedhjes së presidentit dhe shmangjes së zgjedhjeve të parakohshme. Nuk kemi folë për emra, nuk kemi folë për propozime konkrete, fillimisht pra të zgjedhim rrugën. Janë 2 rrugë që duhet të zgjedhim, ose marrëveshjen politike klasike, ku partitë mes vete bëhen bashkë dhe përcaktojnë presidentin e ardhshëm, ose konsenzusin ku shikohet një kandidaturë përtej marrëveshjes politike. Më pas vijnë emrat. Ende jemi herët, ndonse jemi vonë me 9 ditë kohë në shkuarje. Ju faleminderit gjithëve.